sepse për me e marr patent shoferin, pa të drejtë i jep 100 euro dhe e merr. Ai i cili e bën këto, tek ai jeta njerëzore është më e ulët se sa 100 euro dhe pastaj thotë ka ndodhur vllai pa qëllim. Çysh mundesh me thënë këtë pa qëllim? Mos u angazho me diçka tjetër përderisa i duke vozit, sepse e ke emanet timonin, ke më u pyet për Allahut lartësuar. As lufta ndoshta nuk ka vrarë sa jemi tu vrarë mes veti, që të fur. Është bojeta çash e lirë sot që rrugët e tona të ndëruar vëllezër janë shndruar sikurse në arena lufte. Sot del njeriu në rrugë edhe me shumë frikë e presim se apo kthehet apo nuk më kthehet apo i ndodh diçka. Ne nuk kemi të shku në luftë. As nuk jemi në luftë, elhamdulillah për Zotit. Mirë, por rrugët e tona i kena bërë të tilla. Nga pagujdesia jonë, nga ajo se kemi filluar me zhvlerësu jetën njerëzore. A di sa bën jeta njerëzore, jeta një njeriu sot te disa njerëz? Po e them për mos më u bë shumë banal, po e them 100 euro. 100 euro është jeta e dikush e vlerëson jetën njerëzore 100 euro, sepse për me e marr patent shoferin, pa të drejtë i jep 100 euro dhe e merr. Ai i cili e bën këto, tek ai jeta njerëzore është më e ulët se sa 100 euro. O, po t'i japim edhe 1000, po t'i japim edhe 10.000, vetëm mos i merr në qafë njeriu. Mos e merr në qafë ato dhe mos i merr në qafë tjetrin. Sepse jeta është më e shtrenjtë, po ndodh kjo. Sa pyetje, sa mesazhe na vijnë se a lejohet me dhënë rishvet 100 euro, se s'ka mundësi me marr patent shoferin ndryshe. Mirë, e jep këtë rishvet. Pastaj atij si intereson ai aftësu. A rrezikon jetën tonë, a rrezikon jetën e tjetrit me dal komunikacion. Rëndësia është paguaj parët dhe hec. Po këta njerëz nuk duhet me i lanë me marr frymë këtë tokë. Sepse këta janë armiqt me vetdije dhe pa vetdije, këta janë armiqt të këtij vendi. Sepse na e rrezikojnë jetën e fëmijëve tonë, na e rrezikojnë jetën tonë, e bojnë komunikacionin arenë lufte, dilë sot në komunikacion. A mundesh më u kthy me dalë mëngjes dhe më kthy në mbrëmje dhe me nisë s'ka ndodhur kur gjon rrugë tona? S'ka mundësi me ni, për arsye se është përhap pasiguria nga njerëz të pakujdesshëm, nga njerëz të cilët nuk e vlerësojnë jetën njerëzore. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam qysh në kohën e tij na tregon se rruga i ka haqet e veta. Këtë pejgamberit alayhi salatu wassalam nuk kishte vetura, as kishte kerr, as kishte rrezik për aksidenteve. Mirë, po i dërguari Allahut flet me shpallje, flet për asaj që i shpall Allahu i lartësuar, edhe i thot një ditë shokëve të vet të cilët i pa duke ndajt në rrugë. Ai tha, pse po rrini në rrugë? Mos rrini në rrugë. Po shkoni dikun, na për shtëpia juaj ose në xhami ose dikun. S'bëm me ndajt në rrugë. Sot tri ose sa njerëz e merr kerrin edhe del, thot po dal. Mos ka kur far pune, as sot u shku kërkon. Mirë, hajt po dal. Edhe sa aksidentet kanë ndodhur, thot valla dul, për çef ka dalë diç aty dhe u kthy. Mirë, su kthy heshma, për arsye se vdeq. E pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam mos rrinin rrugët. Rruga nuk është për menejt. Rruga është për ato i cili ka nevojë me kaluna për rrugë, e ka rrugën, kalon, shkon, vjen e kështu me radhë. E po i thot shokët atë mos rrinin rrugë. Do thoj domun me Allah, s'kemi ku rrim, s'kemi ku i bëjmë ne atje tërkon. Çu të rrim? Mirë. Atë thot nëse është patjetër, jep një hakun rrugës. Rruga ka hak. Rruga ka hak. E para thot uleni shikimin. E dyta thot mos i ngosni edhe mos i shqetësoni kalimtarët në rrugë. Pastaj thot jepni selam njëri tjetrit edhe urdhëroni për të mirë ndalen nga e keqja. Nëse del në rrugë, edhe rrin në rrugë, edhe i bën që të katërat, atëherë mirë. Nëse si bën që të katërat, atëherë dije që je duke rreziku veten, sepse je në një vend që s'duhet me nejt ty. Po je ti rreziku edhe kalimtar. Porosia e parë Allahu pejgamberi alayhi salatu wasallam po i thot unë në shikimin. Unë në shikimin sepse në rrugë gjithçka mund të me kalu. Mirë, po sot a ka mundësi diçka aktuale mund të lidh me këtë porosi? Ka shumë. Sa aksidentet janë si rezultat se jasoj se shoferat kanë qenë duke i shiku telefonat. Hiqe be atë telefon, mos këshirbe në atë telefon, po këshir për para. Këshir për para sepse timonin e ki amanet, edhe i ki amanet tonë ata njerëz që janë të hesë në rrugë aty. Me shpejtësi të madhe, me një dorë, pa shiku, edhe po don me i përcjell mesazhet, edhe lajme se çka ka ndodhur në telefon, edhe pastaj thot ka ndodhur vllai pa qëllim. Çysh mundesh me thënë këto pa qëllim? E pejgamberi Allahut po thot runë shikimin. Runë shikimin nga senet e ndaluara që në kohën e tina. Mirë, po do sot runë shikimin, mos e shiko telefonin. Mos e shiko telefonin, as mos u angazho me diçka tjetër përderisa je duke vozit, sepse e ke emanet timonin, ke më u pyet për Allahut lartësuar, se me çat timon ndoshta e rrezikojmë dikanin, ndoshta e privojmë dikan për jetës, dikan e lëmë kolic për jetë. Edhe fal më pastaj, e ta fal. Mirë, po dikujt ja ke shujt shpresat e jetës, dikujt ja ke prish tarmën. E kështu po thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, kujdes, edhe sot edhe policia
edhe të gjithë ata që mirën me këtë problem të aksidenteve, po thënë se shkaktare kryesor është telefoni. Leje telefonin. Zbohet nomin, nuk kris far kiameti, as nuk shkatërrohet dynjoja nëse nuk e këshymi telefoni edhe 15 minuta. Kjo e para. E dyta, po thot pejgamberi alayhi sallam, mos i shqetësoni tjerët. Që do thotë se rruga nuk është e jemja, as e jotja, është e krejtëve. Aty kanë me marr pjesë disa njerëz. Në rrugë janë të barabartë gjithë njerëzit edhe secili e ka hakun e vet. Nuk është rruga veç e jemja. Kur mshem me atë gjithat shpejtësi duke zhvilluar shpejtësi me kerr, ose nga ajo pakujdesi, na për te kalime, e kështu me radhë, thu se rruga është e jemja. Edhe këta tjerë kanë dalë më kanë zënë rrugën tëm. A pejgamberi alayhi sallam thotë, mos i ngacmoni as mos i shqetësoni të tjerët në rrugë, sepse ata kanë hak për rrugës sa keni edhe ju. E sot so e son njeri rrezikohet, so e son njeri shqetësohet në rrugë, edhe so e son njeri po mbytet edhe po mbetet rrugëve. Të nderuar vëllezër, duhet me dalë fare të mbetë rrugëve. As lufta ndoshta nuk ka vrarë sa jemi të vrarë mes veti që të fur. Kështu që më të vërtet situata është alarmante që duhet me ngrej alarm, edhe secili mu mundu me kontribu. Secili është përgjegjës. Është përgjegjës ai i cili e merr timonin. Është përgjegjës ai që del në rrugë. S'murët mu liru për përgjërsis. Është përgjegjës ai i cili ka dëshmu se është i aftësum për me dalë në rrugë me makinë. Është përgjegjës ai që duhet me i këshyrë lëvizjet në rrugë, është cili me përgjërsinë e vetë. Dhe përgjegjësi kryesor është prindi i cili fëmijës të vogël ja jep makinën, ja jep kerrin, ose i lën qelsat që me i marrë çdo kusht të shtëpia. Edhe pastaj po ndodhin ato që po ndodhin, nuk kishte pas patent, 15 vjeçar, 16 vjeçar që nuk i lejohet me dalë në rrugë me kerr. A jemi përgjegjës të gjithë? Jemi përgjegjës të gjithë. A duhet me vlerësu jetën më shumë? Duhet me vlerësu më shumë. A duhet me rujt më shumë? Duhet me rujt më shumë, sepse kemi më u pyet para Allahut të lartësuar për jetën tonë, të cilën e ka dhënë amanet, kemi më u pyet edhe për jetën e tjetrit, sa e kemi rrezikuar dhe sa e kemi rujt, edhe fundja ne jemi të obliguar prej Allahut të lartësuar që me ecë me rregulla, me ecë me sistem, me funksionu sipas rregullave jo paushall. Ato rregulla të cilat i shohim në komunikacion. Ato i ka vendosur dikush. Të nderuar vëllezër, ato janë ekspertët. E Allahu i lartësuar thotë fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni ata që dinë nëse s'dini. Jo të gjithë na e dimë edhe mundemi me vlerësu rrezikun e rrugëve. Mirë, po dikush e ka vlerësuar ato. Atë përmbaju rregullave, përmbaju shenjave, sepse nëse ju përmbahemi të gjithë me lejen e Allahut të lartësuar kemi me qenë më të sigurt, kemi me zhvillu komunikacion edhe lëvizje në rrugë më të sigurt, edhe kemi me rujt jetën tonë dhe jetën e tjetrit më të sigurt. Bashkë. E lusim Allahun e lartësuar që të na vetëdijsoj. E lusim Allahun e lartësuar që të na vetëdijsoj deri në atë pikë sa ta vlerësojmë jetën shumë shtrejtë dhe ta ruajmë atë. Të mos e rrezikojmë jetën tonë, të mos e rrezikojmë jetën e tjetrit, të jemi të dobishëm, të jemi burim i sigurisë, burim i qetësisë dhe stabilitetit dhe asesi burim i frikës, i rrezikut